cilat janë ato shenjat që jep ankthi? Krijon një lloj diskomforti që shoqërohet me çrregullime të gjumit. Ndonjëherë me shpërqendrim, ndonjëherë me hiperstimulim, pra jemi shumë më të ndjeshëm ndaj zhurmave, ndaj dritave, me marramendje që është një nga shenjat më të ankuara sot për sot, me gjendje si mpirje të krahut, të fytyrës, të këmbës, me çrregullime të ngrënit, duket sikur ndonjëherë disa njerëz mbushin ankthin e tyre duke ngrënë shumë, e disa të tjerë i ndërpritet oreksi, me urinim të shpesht, me gjendje të kësaj dispnes ose dihatjes që frymarrjen e kemi të vështirësuar, me gjendje si të fikti, sikur do humbim kontrollin. Ndonjëherë ankthi është me meratje shumë të shtuara për shëndetin ton, me gjendje frike se mos kam këtë sëmundje apo kam një tjetër dhe ankthi na çon nëpër laborator apo në mjek të ndryshëm.